Blerja e një makine të re dikur ishte një garanci, por sot, ajo erë krejt e re, donjëherë është vetëm aroma e një problemi të shtrenjtë që sapo ka filluar. Në vitin 2026, nxitimi për të shitur teknologji të patestuar ka krijuar makina që dalin nga linja e montimit direkt në dyqan. Sot zbulojmë 15 modele me të meta të pafallshme të fabrikës. Mos e humbisni vendin numër 1, sepse është gabimi më i rrezikshëm dhe më i kushtueshëm në të gjithë industrinë. Le të fillojmë. Vendi 12. Nissan Sentra 2025 dhe 2026. Fillojmë me Nissan Sentra 2025 dhe 2026. Është një sedan kompakt që ka një defekt të xhamit të përparme. Po flasim për papërsosmëri të brendshme, fluska në xham që shkaktojnë shtrembërime vizuale dhe lodhje gjatë vozitjes. Ky është një problem në dukje i thjeshtë që është bërë serioz që nga dita e parë. Dhe nuk po flasim për motorin, elektronikën ose transmetimin. Po flasim për xhamin e përparme. Disa njësi u larguan nga fabrika me papërsosmëri të brendshme në xham. Fluska të vogla të bllokuara brenda që nuk duken si një emet klasike, por shfaqen pikrisht kur nuk duhet. Kur vozitni në diell, natën, me dritat e automjeteve të tjera ose në shi, këto fluska gjenerojnë shtrembërime vizuale që lodhin syt dhe ndryshojnë perceptimin e mjedisit. Nuk është se shoferi ndalon së pari plotësisht, është më keq, sheh, por sheh keq. Me reflektime të rralla dhe zona ku imazi nuk është i pastër. Ky lloj shpërqendrimi i vazhdueshëm përfundon duke ndikuar në përqendrimin dhe sa shpejt merren vendimet pas timonit. Gjëja e ndërlikuar në këtë rast është se makina mund të ndihet krejtësisht normale në çdo gjë tjetër. Nuk ka zhurma të çuditshme, defekte mekanike, paralajmërime në pult. Problemi është gjithmonë atu, pikrisht para syve të shoferit. Dhe shumë shofer e vërejnë atë vetëm pas disa ditësh përdorimi, kur tashmë janë mësuar të tendosin syp pa e kuptuar. Ky defekt detyroi tërheqjen e njësive të caktuara, sepse xhami nuk plotësonte standardet e kërkuara për një automjet të ri. Dhe kjo lë një ndjenjë të madhe të pakëndshme. Një model i sapo lançuar, i projektuar për përdorim të përditshëm dhe familjar, që mbërriti në treg me një element kyç që nuk përmbushi atë që ishte premtuar. Vendi i 11. Mazda CX nëntihet 2024 dhe 2026. Mazda CX nëntihet 2024 dhe 2026 është një SUV i madh premium me një problem me drejtimin elektrik. Timoni ka një përgjigje të paregullë, një ndjesi e çuditshme ku papritmas bëhet e fortë dhe më pas kthehet në normalitet pas një shpjegim. Kjo sjellje gjeneron mosbesim të menjëhershëm, sepse shoferi fillon të parashikojë problemin në çdo kthes ose korrigjim. Ju nuk e dini nëse timoni do të përgjigjet si zakonisht ose nëse do t'ju duhet të aplikoni më shumë forcë se sa pritej. Në qytet mund të ndihet e pakëndshme, por në rrugë ose me shpejtësi bëhet shqetësuese, veçanërisht kur duhet të bëni një manovër të shpejtë dhe automjeti nuk reagon saktësisht siç prisni. Ajo që ishte më e habitshme në këtë rast është se problemi nuk u zhduk plotësisht me zgjidhjen e parë të aplikuar. Edhe pas një korrigjimi filjestar, raportet vazhduan të shfaqeshin për shofer që ndjenin të njëjtën paregullsi, gjë që ngriti dyshime nëse origjina e dështimit ishte zgjidhur vërtet ose vetëm përkohësisht e fshehur. Për një SUV të kësaj madhësie dhe me fokus familjar, besimi pas timonit është gjithçka. CX 90 nuk dështon për shkak të mungesës së fuqisë ose dizajnit të jashtëm. Ai dështon sepse tyen atë ndjenjën bazë të kontrollit të vazhdueshëm që dikush pret në një automjet të ri. Vendi Gjete. Ford Ranger 2024 dhe 2026. Ford Ranger 2024 dhe 2026 është një kamionçin pune me një defekt serioz në jastëkët ansor. Kur vendosen, ato mund të thyen ose grisen, duke humbur formën e tyre dhe aftësinë e tyre për të zbutur një goditje siç duhet. Gjëja shqetësuese në lidhje me këtë defekt është se nuk jep asnjë sinjal paraprak. Automjeti mund të kalojë muaj të tërë duke vrapuar pas shqetësimin më të vogël derisa të ndodhë një goditje ansore dhe sistemi që duhet të zvëgëllojë lëndimet thjesht nuk e bën punën e tij. Në vend që të fruhet në mënyrë të barabartë, jastku i ajrit dështon në momentin që është i nevojshëm, duke i lënë pasagerin shumë më të ekspozuar se sa pritej. Në ndikimet ansore, marzhi i mbrojtjes është minimal. Nuk ka shumë hapësirë midis derës dhe trupit të banorit.
Kjo është arsyeja pse ky lloj jastku është kaq i rëndësishëm. Kur nuk funksionon siç duhet, goditja transmetohet shumë më drejt për drejt në gjoks, kokë ose qafë, duke rritur në mënyrë dramatike ashpërsinë e lëndimeve. Ranger është një kamion i projektuar për rrugë, kantiere, rrugë dytësore dhe përdorim familjar. Skenar ku një ndikim ansor nuk është as pak i pazakontë. Që një model i tillë i fundit ka dyshime në një sistem kaq bazë të sigurisë pasive, gjeneron një ndjenjë të qartë. Mund t'i besoni forcës dhe dizajnit të tij, por jo domosdoshmërisht asaj që ndodh kur gjërat bëhen vërtet të komplikuara. Post 9, Ford, F25 2026. Ford F150 2025 dhe 2026 është kamionçina kryesore e madhe në treg me një defekt në sistemin e frenimit. Pedali fort me përgjigje të dobët në urgjencë. Ky dështim ndikon në një nga momentet më delikate të çdo drejtimi, kur duhet të frenoni urgjentisht dhe automjeti nuk përgjigjet siç prisni. Sjeja e raportuar nuk është graduale apo progresive. Ajo nuk fillon me zurma të çuditshme ose paralajmërime të qarta. Shoferi shken në pedal duke pritur përgjigjen e zakonshme dhe gjen një fren që ndihet krejtësisht ndryshe, shumë më e vështirë dhe me një reagim të dobët. Me një automjet të lehtë që tashmë do të ishte shqetësuese, por në një kamionçinë të madhe dhe të rëndë si F150, ndjenja bëhet vërtet alarmante. Ajo që e bën këtë rast veçanërisht të pakëndshëm është faktori brutal wow. Truri i shoferit është mësuar me një përgjigje specifike të pedalit, dhe kur kjo përgjigje ndryshon papritur, koha e reagimit prishet plotësisht. Nuk ka diferencë për të përshtatur, nuk ka paralajmërim paraprak, thjesht ndodh. Në qytet mund të shkaktojë një përplasje me shpejtësi të ulët, por në rrugë ose me ngarkesë, pasojat mund të jenë shumë më serioze dhe madje fatale. Ky problem detyroi njerëzit shumë të fundit të rishikoheshin, diçka e vështirë për t'u tretur në një model që përfaqëson zemrën e markës. F150 është ende një kamionçinë e aftë dhe e fuqishme, por ky episod e bëri të qartë se edhe emrat më të mëdhenj në industri mund të pengohen mbi bazat, duke bërë automjetin të ndalojë ku shoferi e kërkon atë. Post 8, Ford Expedition 2025 dhe 2026. Ford Expedition 2025 dhe 2026 është një SUV i madh familjar me një problem të furnizimit me karburant. Automjeti papritmas humbet energjinë ose motori fiket në lëvizje. Ky problem shfaqet kur pritet më pak dhe në një mënyrë që gjeneron shumë pasiguri në timon. Në njësi të caktuara, u raportuan dështime në furnizimin me karburant që mund të shkaktojnë humbjen e energjisë së automjetit papritur ose fikjen e motorit ndërsa është në lëvizje. Për shoferin, përvoja është shqetësuese. Automjeti po funksionon normalisht dhe papritmas ndalon së reaguari ndaj gazit, sikur dikush të kishte fikur papritur motorin. Nuk ka tranzicion të qartë, nuk ka kohë për të parashikuar asgjë. Në një SUV të kësaj madhësie, që zakonisht lëvizi ngarkuar dhe me shpejtësi konstante në autostradë, humbja e papritur e shtutjes mund të bëhet një situatë e rrezikshme brenda pak sekondash. Gjëja e ndërlikuar është se ky lloj dështimi nuk ndodh gjithmonë me njëherë. Mund të ndodh njëherë, të zhduket plotësisht dhe të rishfaqet ditë më vonë, duke lënë shoferin kur plotësisht të qetë. Çdo parakalim, çdo përfshirje në një pistë të shpejtë bëhet një moment dyshimi i vazhdueshëm. Expedita është një automjet i krijuar për të përcjellë siguri dhe kontroll total. Kjo është arsyeja pse ky defekt është kaq kontradiktor. Një SUV familjar nuk duhet të ndihet sikur mund t'i mbarojë avulli në çdo kohë. Dhe kur një model i tillë i fundit gjeneron atë pasiguri, bëhet e qartë se diçka në procesin e prodhimit nuk është bërë siç duhej. Ford premton madhësi, luks dhe hapësirë familjare, por defekti i karburantit bie ndesh plotësisht me propozimin. Vendi 7, Jeep Grand Cherokee nga 2022 në 2026. Jeep Grand Cherokee 2022 deri në 2026 është një SUV premium me një problem të humbjes së shtutjes dhe reagjimit gjatë vozitjes. Është një sjellje që shumë pronare përshkruajnë si shqetësuese, momente kur automjeti humbet shtutjen ose ndalon së reaguari siç duhet gjatë drejtimit normal. Nuk është një dështim i vazhdueshëm ose i lehtë për t'u riprodhuar, dhe ku është pikërisht problemi i vërtet. Makina mund të ndihet e përsosur për ditë të tëra dhe papritmas të tregojë një mungesë fuqie që thyen plotësisht besimin e shoferit. Në përdorim real, kjo përkthehet në përshpejtime që nuk mërrin,
përgjigje të ngadalta kur pedali shtupet dhe ndjesi që automjeti po mendon pikërisht kur pritet një reagjim i menjëhershëm. Në një SUV të madh që përdoret për udhëtime në autostradë, qytet dhe familje, ky dyshim i përhershëm bëhet i lodhshëm dhe stresues. Shumë shofer pajtohen se gjëja më zhgënjyese nuk është vetëm vetë dështimi, por pasiguria. Duke mos ditur se kur do të ndodh ose në çfarë kushtesh e bën çdo manovër, të ndihet më pak e natyrshme dhe më e detyruar. Grand Cherokee është qitur gjithmonë si një automjet solid dhe i rafinuar, dhe kjo është arsyeja pse kjo lloj sjellje është kaq zhgënjyese. Ky rast tregon diçka të rëndësishme. Jo të gjitha problemet manifestohen me zhurma, drita ose keq funksionime të dukshme. Disa thjesht ndryshojnë mënyrën se si sillet makina. Dhe kur kjo ndodh në një automjet të ri dhe të shtrenjtë, përvoja ndalon së ndjeri premium dhe fillon të gjenerojë dyshime të vazhdueshme tek ata që drejtojnë atë. Vendi i gjashtë. Acura R. DX 2025 e 2026. Acura R DXT 2025 dhe 2026 është një SUV premium Honda me një problem me drejtimin elektrik. Ka një humbje të papritur të ndihmës që bën timoni i rënd në manovrat me shpejtësi të ulët dhe kthesat e ngushta. Ky problem shfaqet pikërisht në pikën ku një makinë premium nuk mund të dështojë: ndjenja e kontrollit total. Një humbje e papritur e ndihmës së drejtimit u zbulua në njësi të caktuara, gjë që e bën timon të ndihet shumë më i rënd se normalja, veçanërisht në manovra me shpejtësi të ulët ose në kthesa të ngushta. Për ata që drejtojnë atë, ndryshimi ndihet i menjëhershëm dhe shqetësues. Nuk është një tranzicion i qetë ose diçka që jep vërejtje të mjaftueshme. Timoni thjesht ndalon së ndjeri dritë dhe të saktë, duke detyruar shoferin të ushtrojë më shumë forcë se sa pritej. Në parkingje ose rrugë të ngushta mund të jetë e pakëndshme, por në situata kur duhet të korrigjoni trajektoren shpejt, përvoja bëhet stresuese dhe madje e rrezikshme. Ajo që bie më e habitshme është kontrasti midis asaj që premton automjeti dhe asaj që ndodh kur shfaqet defekti. Një SUV i këtij niveli duhet të përcjellë siguri dhe butësi në çdo kohë, jo ta bëjë shoferin të dyshojë në timonin në duart e tij. Kjo tujerje në përvojë është ajo që bëri që mjera njësi duhet të rishikohen urgjentisht. RDX është ende tërheqës në dizajn dhe teknologji, por ky episod e bëri të qartë se edhe në markat e fokusuara në luks, një çështje bazë mund të shkatërrojë plotësisht besimin e blerësve. Acura është marka premium e Honda me luks, rafinim japonez dhe teknologji të avancuar, por e meta e timonit elektrik bie plotësisht ndesh me propozimin. Vendi për peste. Chevrolet Silverado 1500-2021 deri në 2026 motor. V86.2 litra. Chevrolet Silverado 25021 deri në 2026 me një motor V8 me 6.2 litra është një kamionqinë e madhe premium me një motor të fuqishëm që ka një problem serioz: dështime të rënda të brendshme të motorit që shkaktojnë ngjecje të papritur ose prishje të plot. Silverado i pajisur me motorin V8 me 6.2 litra shfaqet në këtë maj, sepse në disa njësi, ky motor, i cili duhet të jetë sinonimi i forcës dhe qëndrueshmërisë, përfundoi duke u bërë pika më e dobët e automjetit. Po flasim për një kamionqinë të madhe të krijuar për tërheqje, mbajtje peshe dhe udhëtim në distanca të gjata, ku besimi në motor është absolutisht gjithçka. Në raste të caktuara, motori mund të pësojë defekte të rënda të brendshme që çojnë në një mbyllje të papritur apo edhe një prishje të plot katastrofike. Më shqetësuese, nuk ka gjithmonë një paralajmërim të qartë para se të ndodhë. Automjeti mund të funksionojë normalisht dhe papritmas të humbas plotësisht aftësinë për të vazhduar lëvizjen, duke detyruar shoferin të ndalojë aty ku mundet. Në përdorim real, kjo është veçanërisht problematike, sepse Silverado shpesh vozitet në autostrada, zona rurale ose me ngarkesa të rënda, skenar ku ndalimi nuk është gjë e vogël. Nuk ka të bëjë vetëm me pengesën mekanike, por ndikimin që ka në sigurinë dhe besimin e shoferit, i cili kurrë nuk pret diçka të tillë në një kamionqinë moderne dhe të fuqishme. Ky rast rezultoi shumë zhgënjes për shumë pronar, sepse motori V8 me 6 pika shitet si një opsion premium, më i shtrenjtë dhe më i fortë. Kur ai motor dështon, jo vetëm që humbet lëvishmërinë, por gjithashtu tujen premtimin kryesor të automjetit. Silverado është ende një kamionqinë imponuese, por ky episod e bëri të qartë se edhe motorët e mëdhenj tradicional mund të dështojnë kur diçka nuk bëhet siç duhet nga fabrika.
Chevrolet është një markë kryesore amerikane në kamionçinat e punës me fuqi legjendare V8, por dështimi i brendshëm i motorit është katastrofik dhe i papranueshëm. Vendi D4, Honda Pilot, nga 2023 në 2026. Honda Pilot 2023 deri në 2026 është një SUV i madh familjar me një problem të pedalit të frenave. Ndjesi e lirshme pa përgjigje solide në prekjen e parë. Piloti i këtyre viteve hyn në këtë maj për diçka që duket e thjeshtë, por që peshon shumë kur bëhet fjalë për drejtimin. Në pedalin e frenave të njësive të caktuara, u raportua një pedal që nuk ndihet aq i fortë sa duhet. Sikur të kishte lojë, sikur përgjigja të mos ishte plotësisht solide që nga prekja e parë. Dhe kur flasim për frenat, ajo ndjenjë e çuditshme nuk është një detaj i vogël, është gjëja e parë që e bën shoferin të hezitojë. Arsyeja është e lehtë për të kuptuar. Frena është kujtesa e muskujve. Ju nuk mendoni se sa hapni, trupi juaj e bën atë automatik, por nëse pedali ndihet i lirshëm ose i ndryshëm, trupi ndalon së besuari. Dhe në trafik real, që përkthehet në frenim më pak natyral, korrigjimet të sekondës së fundit dhe atë shqetësim të vazhdueshëm të mos ndjenjes së kontrollit të përsosur. Në një automjet të madh familjar, të projektuar për të transportuar njerëz dhe për të bërë udhëtime të gjata, ky dyshim nuk duhet të ekzistojë, dhe aq më pak në modele të tilla të fundit. Gjëja më e keqe është se kjo lloj situate nuk është gjithmonë e dukshme si një dështim total. Nuk është se makina nuk frenon dhe kaq, është më delikate, dhe kjo është arsyeja pse është më e bezdishme. Ju detyron të jeni të vetëdijshëm për diçka që duhet të jetë automatike. Pilot është një SUV shumë i kërkuar pikërisht për shkak të qasjes së tij familjare dhe reputacionit solid. Dhe kjo është arsyeja pse ky detaj tërhoqi kaq shumë vëmendje, sepse thyen atë premtim besimi që njerëzit blejnë kur zgjedhin një model si ky. Honda është një markë legjendare japoneze e besueshmërisë, nga e cila familjet janë varur për automjetet e tyre për dekada. Vendi D3, Toyota Tundra 2022 deri në 2026. Toyota Tundra 2022 deri në 2026 është një kamionçinë e madhe, plotësisht e rinovuar, me një problem të përgjigjeve të paqëndrueshme, paralajmërimeve të papritura të sistemit dhe ndjesive të paqarta në lidhje me elektronikën dhe boshtin e përparme. Tundra e këtyre viteve shënoi një fazë të re për modelin, dizajn totalisht i rinovuar, platforme re dhe një qasje më teknologjike se kurrë. Problemi është se ky modernizim u shoqërua me dështime që ndikuan në përvojën e drejtimit nga diçka aq e përditshme sa sjellja e përgjithshme e automjetit. Disa pronar filluan të vërejnë përgjigje të paqëndrueshme, paralajmërime të papritura të sistemit dhe ndjesi të paqarta drejtimi, veçanërisht në lidhje me akordimin elektronik dhe komponentët e boshtit të përparme. Nuk është një dështim që manifestohet gjithmonë në të njëjtën mënyrë, dhe pikërisht këtu qëndron detaji më zhgënjes. Ka udhëtime ku kamioni ndihet i fortë dhe i qëndrueshëm, dhe të tjera ku shfaqen sjellje të çuditshme që bëjnë shoferin të ngrej këmbën, të hezitojë ose të voxisë më me kujdes se sa duhet. Në një kamionçinë të madhe të destinuar për punë, tërheqje dhe autostradë, mungesa e parashikueshmërisë shpejt tujen besimin. Tundra është shitur gjithmonë si një kamion i fortë dhe i besueshëm, që është ndërtuar për të qëndruar. Prandaj, kur shoferi fillon të ndjejë se automjeti nuk përgjigjet gjithmonë në të njëjtën mënyrë, edhe nëse nuk ka prishje të dukshme, përvoja ndryshon plotësisht. Ju nuk shijoni më fuqinë ose madhsinë, ju voxitni me vëmendje shtesë, duke shpresuar se asgjë e çuditshme nuk ndodh. Ky rast tregon diçka shumë të qartë. Në automjetet moderne, jo gjithçka varet nga motori ose shasia. Kur softueri, sensorët ose cilësimet nuk rregulohen nga fabrika, rezultati mund të jetë një makinë që nuk përcjell siguri, edhe nëse ka gjithçka në letër. Dhe në një kamion si Tundra, kjo ndjenjë peshon më shumë se çdo flet teknike. Toyota ka qenë një lider në besueshmërinë globale për dekada. Vendi i dite, Toyota RAV4 Hybrid 2022 deri në 2026. Toyota RAV4 Hybrid nga 2022 deri në 2026 është SUV i kompakt hibrid më i shitur në botë me një problem të sistemit hibrid. Kabloja e përkeqësuar e parakoshme e tensionit të lartë që shkakton paralajmërime në pult. RAV4 Hybrid është një nga SUV-të më të shitur në botë dhe për vite me radhë ka qenë sinonim i ekonomisë së karburantit dhe besueshmërisë absolute.
Kjo është pikërisht arsyeja pse ishte kaq befasuese që raportet në lidhje me sistemin hibrid filluan të shfaqeshin në këto modele të fundit, veçanërisht me kablone tensioni të lartë që lidh komponentët kryesor elektrik të automjetit. Në disa njësi, kabloja mund të përkeqësohet më shpejt se sa pritej, veçanërisht në kushtet kur ka lagështi ose grumbullim beturinash. Kur kjo ndodh, paralajmërimet fillojnë të shfaqen në pult dhe sistemi hibrid mund të kufizojë funksionimin e tij. Shoferi vëren se automjeti nuk përgjigjet në të njëjtën mënyrë, se humbet efikasitetin ose se ka nevojë për inspektim të menjëhershëm. Nuk është një dështim shpërthyes ose dramatik, por është ai që prek zemrën e makinës, sepse sistemi hibrid është arsyeja kryesore pse shumë njerëz blejnë RAV4. Kur komponenti që lidh atë teknologji fillon të dështojnë automjete relativisht të reja, besimi ndikohet thellësisht. RAV4 hibrid është ende praktik dhe efikas, por ky episod tregon se edhe modelet më të njohura mund të kenë dobësi kur përfshin sisteme gjithnjë më komplekse. Dhe kur teknologjia është yli i automjetit, çdo problem në atë fushë ndihet shumë më tepër se sa në një makinë konvencionale. Toyota është lider botëror në hibride me teknologji të provuar në miliona njësi për dekada. RAV4 hibrid është pikë referimi për efikasitetin, por dështimi i kablit të tensionit të lartë me izolim të përkeqësuar ose lidhje të gabuara është një problem serioz, sepse i gjithë sistemi mund të dështojë. Modaliteti i breshkës me shpejtësi të kufizuar, paralajmërime të vazhdueshme dhe riparim të kushtueshëm në një automjet të ri janë të papranueshme. Është e përkryer për familjet me ndërgjegjësimin dhe efikasitetin mjedisor si prioritet, por një sistem hibrid i besueshëm është arsyeja kryesore për blerjen. Vendi i prepare, Volkswagen. IT4 2022 deri në 2026. Djaritëm në numrin 1 me Volkswagen ID4 nga 2022 në 2026. Është një SUV elektrik me një problem serioz, akumulimi i gabimeve të fabrikës në sistemet elektronike dhe asistenca që detyrojnë vizita të shumta në punëtori. ID4 përfaqëson bastin elektrik të markës për përdorim të përditshëm, një SUV modern që premton thjeshtësi, teknologji dhe një përvojë pa probleme. Megjithatë, për shumë pronar, kjo përvojë u kthie në të kundërtën shumë herët. Problemi këtu nuk është një dështim i vetëm, por një akumulim i gabimeve të fabrikës, veçanërisht në sistemet elektronike dhe asistencë, të cilat detyruan vizita të shumta në punëtori. Në bazë aditore, automjeti mund të shfaqë sjellje të paqëndrueshme në kamera, sensor dhe funksione që duhet të funksionojnë në sfond pa pasur nevojë që shoferi të mendojë për to. Ndonjëherë, një aparat fotografik ndalon së punuari, herë të tjera, një sistem ndihme që aktivizohet, dhe në disa raste, shfaqen mesazhe në ekran që ngatërojnë më shumë se sa ndihmojnë. Nuk është gjithmonë e njëjtë, dhe kjo është pikërisht ajo që përfundon duke e lodhur pronarin. Gjëja më zgënjyese për shumë përdorues është se nuk është një ndarje e qartë dhe përfundimtare. Makina hyn në dyqan, përditësohet, rifillohet ose rregullohet dhe për një kohë duket mirë, derisa të shfaqet një detaj tjetër. Kjo ndjenjë korrigjimit të vazhdueshëm të gjërave thyen iden e unë gjitem dhe haroj, që është një nga premtimet e mëdha të makinave elektrike. ID4 nuk është një koncept i keq ose një dizajn i keq në letër, por ky rast lë një mësim të qartë. Kur një automjet mbështetet kaq shumë në software dhe elektronik, çdo gabim fabrike dihet çdo ditë. Dhe kur një makinë e re fillon të gjenerojë më shumë vizita në punëtori se sa qetësi, përvoja pushon së qeni futuriste dhe bëhet raskapitse. Volkswagen është një markë gjermane e cilësisë, inxhinierisë dhe traditës, por ID4 elektrike me platformë të re dhe software MEB kontrollon gjithçka: kamerat, sensorët, asistencën e drejtimit dhe përditësimet jashtë ajrit. Çdo komponent që dështon ose gabime që grumbullohen, krijojnë një përvojë zhgënjyese me rinisje të vazhdueshme, dështime të ndërprera dhe rregullime në punëtori. Dhe kjo është e papranueshme në një automjet të ri premium me një çmim të lartë. Është e përkryer për familjet inovative dhe qëndrueshmërinë si vlerë, por besueshmëria elektronike është kritike për përvojën elektrike.